Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevaviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat ja kanë ndriçuar besimtarët në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për rrugë e shumta të veprave të mira, hadithin e 137 më radh që nga fillimi i librit, apo hadithin e 21 në këtë kapitull, ku Imam Nevaviu rahimahullahu taala thot: An Abi al-Mundhir Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qala: Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu, wa kana la tukhti'uhu salatun, faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. Thot Imam Nevaviu rahimahullahu taala, në rëfen Ebu al-Mundhiri Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, i cili thot: një njeri për të cilin nuk di se kishte dikush që banonte më larg prej xhamisë se ai, nuk e huqke asnjë namaz pa e falë në xhami. E i tha dikush, ose i thash, ta kishe ble një gomar e të kishe ecë me te natën kur është erët, apo ditën kur është nxehtë dhe në tokën e nxehtë. Tha, nuk isha pas qef me pas shtëpinë afër xhamisë pejgamberit alayhis salam, sepse çdo hap që e bëj dëshiroj që të më shënohet sevap, madje edhe kthimi prej xhamisë në familjen time. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu ti ka grumbullu krejt të sevape, të shku edhe të ardhë. Në transmetimin tjetër që ndonë, nëse synon me këtë vepër shpërblimin e Allahut, të takon shpërblimi i çdo hapi që e bën të shku dhe çdo hapi që e bën të ardhë. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi sahihin e tij. Hadithi është i vërtet dhe nuk ka dyshim në vërtetësinë e këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky hadith, sikur se të tjerat me radh, vazhdon me na tregu dyrët e shumta dhe të mëdha të veprave të mira. Bile na i përkujton do vepra që na i bëjmë rregullisht, mirë po harrojmë të shpresojmë sevapin prej tyre, apo të shpresojmë sevapin pas tyre. Hapat që i bëjmë nga shtëpia jonë deri te xhamia, që shpesh i bëjmë në mënyrë mekanike, pa e menduar shumë se jemi nis me shku në xhami, edhe normalisht do të shkojmë. Shikoni se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i motivon njerëzit që edhe në këtë formë të nxiten për të bërë vepra të mira dhe për t'u afruar Allahut subhanahu wa taala. Hadithin e transmeton Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu e ka kunjen Ebu al-Mundhir, dhe këtë kunje ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ubay ibn Ka'b i biri i Qaisit, i biri i Ubejdit, i biri i Zejdit, i biri i Nejarit. Sejid al-Quran, lexuesi i dalluar i Kur'anit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hafiz i Kur'anit dhe imam i muslimanëve, njëri që ka shkujt vahjin, të cilin ja ka shpall Allahu dhu xhelal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pjesëmarrës në beslidhjen e Akabes së dytë, ka marrë pjesë në betejën e Bedrit, në Uhud, Hendek, në të gjitha betejat pastaj. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e grumbullonte Kur'anin, dhe e mësonte përmendsh atë që ishte shpall dhe atë që ishte shkruar. Madje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jep ka fatva për rastet e ndryshme që
parashtroheshin. Pra, kishte dituri të madhe, të begatshme, dhe ishte i dalluar në dituri dhe në vepra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë do të nxitke Ubej ibn Ka'bin të lexon Kur'an para tij dhe para muslimanëve. Bile pasi vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Uthmani radiallahu anhu e fut në mesin atyre që angazhohen për të grumbulluar Kur'anin dhe për ta bërë në një vend sikur se e kemi sot. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: Inna Allah amarani an aqra alayka al-Quran. Allahu ka urdhëruar që të lexoj Kur'an para teje. Para të lexon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'an para Ubej ibn Ka'bit për shkak të leximit të mirë që ka pas ai radiallahu anhu. Dhe sikur se thash, i dha kunjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebul Mundhir kur e pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ubej ibn Ka'bin cili është ajeti më i madh në Kur'an. E ai u përgjigj dhe tha: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dhe në fund, ajeti 255 të surës Al-Baqara, atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ra në gjoksin e tij dhe tha: "La yahni'aka al-ilma ya Abul Mundhir." Për hajër të dituria që ki, ose e gëzofsh diturinë që ki, o Abul Mundhir. Dhe kjo është normalisht një prej veçorive të cilën e ka pas ky prej sahabëve të tjera. Ka qenë i zaift, i holl, i shkurt, ka pas flokë e bardha, gjithashtu edhe mjekën e tij. Ka transmetimet të haditheve që ka transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë kur i kanë analizuar dhe grumbulluar dietarët, kanë gjetë se transmeton 164 hadithe në Sahihun Imam Buhariut, në Sahihun Imam Muslimit dhe në librat tjera. Ishte njëri prej 6 ashabëve të dalluar në dhënien e fetvave dhe bënte hat me Kur'anin çdo 8 natë. Vdiq në khilafetin e Uthmanit radiallahu anhu në vitin 30 sipas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kjo është Ubej ibn Ka'bi që transmeton këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet dhe porositë që mund të nxirren nga ky hadith janë të shumta. Për tyre të përmendim ajo që do të është e qartë edhe e dukshme në shikim të parë se hapat e shumta drejt xhamis janë, nëse bëhen për Allah, janë ato që i japin shpëblimet e Allahut dhul xhelal. Dhe kjo e nxit besimtarit mos me përtu me dalë në xhami. Dhe gjithashtu e mëson muslimanin që me e bë me hapat e veta, me e bë do thot me ecje, jo që do me thonë kjo që zban me përdor kerr, vetur apo biciklet. Mirë po, nëse e bën me hapa, dhe mundimi është më i madh. E përdesë është mundimi më i madh, edhe shpërblimi është më i madh, sikur se kanë përmend ulemat në rregullat islame, mes tyre ka thonë el ajru ala qadri al mashaqqa, se shpërblimi vjen varësisht domethënë prej vështirësive dhe të lasheve që ka njeriu. Gjithashtu ky hadith na tregon kujdesin e madh që kanë pas sahabët e pejgamberit alayhis salam për fitu sevapet edhe për të shtuar veprat e mira. Andaj kur i tha Ubej ibn Ka'bi këtij ashabit, pse rrin larg? E para dhe dyta, pse nuk merr një gomar? Tha, unë nuk kisha pas qef me pas xhamin afër, me pas shtëpinë afër xhamisë pejgamberit alayhis salam. Por do të kisha pas qef me pas larg që sa më shumë hapa me bë. Sot kjo logjik, nëse krahasojmë me logjikën tonë, cila do të ishte? Sot me kon larg xhamis është vështirë me dal xhami. Se na nuk kemi të përgatitur me iman, edhe vendoshmëri që edhe nëse kemi xhamin larg me shkon xhami. Në të pas afër e na hik namazi me xhamat. E pritojmë dhe njerë me dal, e jo me pas larg.
Mirë po, kjo të tregon dallimin e madh mes neve dhe sahabeve, se ata me të vërtet janë konë të dalluar, janë konë të veçuar, që të ta ibadeti ka qenë prioritet i jetës, jo i ditës e javë, i jetës. Andaj të gjitha punët i ka rregulluar me namaz. Nëse ka kryer namazin, pastaj ka këshir punë të tjera. Dhe për këtë shkak për ta ka qenë vështirë me shkupi larg. Bile kur kanë thonë afrohu, sikur se ishte rasti me Benu Selemen më herët. Ata kur i thanë domosdoshmë afroheni, thanë çka? Atharukum, do të tuktebu, nëse gjurmët që i bëni ju shkruan te Allahu subhanahu wa taala. Diyarukum tuktebu atharukum. Reni ku jeni se sevapet i shkruan. Dhe këtë hadith e kanë mësuar sahabët. Edhe kanë pranuar që jemi pas shtëpia të lartë dhe pastaj çdo hap që bëjnë me ju shkruajt sevap. Dhe këtë formë sahabët kanë qenë të parë në shfrytëzimin e çdo rasti dhe çdo mundësie me fitu sevap për saj. Që neve sot na ikin shumë raste dhe shumë mundësi me arsyetime të ndryshme. Ka herë qëndrojnë arsyetimet, ka herë nuk qëndrojnë. Ama muhabeti është që sa të jemi gjallë, kemi mundësi me bo vepra të mira. Sa të jemi gjallë, kena mundësi me fitu sevape. Kur vdesim, përfundojnë mundësia e bërjes veprave të mira dhe mundësia e fitimit të sevape. Dhe kjo ka qenë ai shtyrtës i kryesor të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që si kalon rahat, edhe i kanë nxitë që vazhdimisht të shfrytëzojnë të gjitha mënyrat e fitimit të sevapeve. Gjithashtu premtime dhe porosive që dalin në shesh është këshillat që muslimanët ja kanë dhënë njëri tjetrit dhe nasihatin për hajër dhe për të mirë. Andaj kur dikush e shef një vëllai vetë që po vun, hiq, ka të lashe dhe vështirësi, andaj ti jep një këshill për ta larguar vështirësi. Ju duk Ubej ibn Ka'bit se ky ashabi që vjen prej larg qytetit në kom natën mundu të pas në sen me pengu, se s'ka lamba drita si tash, ose ditën është shumë nxehtë edhe toka e nxehtë për diellit, me pas marrë një gomar ja kishte letu o qill për të mirë. Edhe na kur shohim dikën për muslimanëve sot, për shokëve, kojshive, dashamirëve, nëse shohim se është duke pas vështirësi në lidhje me një gjë, dhe ti mundesh me ndihmu, jepja këshillën edhe ofroja mundësinë e ndihmës. Jo me kon egoist edhe veç për veti me këshill. Në çdo moment që ti e shef dikën se mundesh me ndihmu, ofroja ndihmën tonë. Mundesh me shërbi, ofroja shërbimin tënd. Mundesh me paksu vështirësitë, ofroja ndihmën tonë. Jo me ndet indiferent edhe me këshill çka po ndodh me te. Andaj muslimani participon në problemet e shoqërisë për t'i zgjedhur ato. Nuk rrit indiferent, nuk izolohet, nuk qirë veç galën e vetë, sa është maslehti. Ama të mundohet me ndihmu se cilët që ka mundësi me ndihmu në format e vetë, si që ja ofrojnë ndihmën e vetë, Ubej ibn Ka'bi si ide. Ndoshta për shembull nuk i ka ndihmu shumë, ama thjesht e ka tregu se ja ka gajle, i dhimbët, dhe do më thonë mundohet që me një propozim vetin me i dalë në ndihmë. Gjithashtu, premtime dhe porosive të qarta është se ecja në kom për në xhami është më sevap se me shku me gjëra tjera, edhe nëse është larg. Edhe kjo është i qartë këtë hadith. Kjo hadith është shumë i qartë se do të me ecë në kom, me shku në xhami është më mirë se me shku me bicikëll ose me kerr ose me njëjtë tjera. Kjo nuk do të thonë që zban me to. Ama ai që ka kohë edhe ai që ka mundësi, më mirë e ka me shku në kom se sa me shku me mjetet tjera, siç ka bëu kjo ashab dhe për të cilën gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë se të shkruan sevape, edhe hapa të shku dhe hapa të u kthi. Edhe normalisht këtë rast refuzimi i këtij për me marrë një gomar që e ndihmon, është sikur se refuzimi dikujt sot me marrë një bicikletë për me shku në xhami, apo një motocikletë, apo një vetur, apo diçka tjetër me të cilën ai e leton udhëtimin e tij për në xhami për të bërë ibadet Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu premtime dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se Allahu ja shkon edhe hapat e besimtarit drejt veprave të mira. Lere që punën që e bën,
sevapin e punës ta shënon edhe hapat që i bën. Edhe mjetin. Jo veç veprën, për ajo që të qënë të vepra e mirë. Prej rahmetit madh të Allahut. Se fundit do të mjafton të sevap me ta shkujt veç namazin. Mirë, po pasi që të namaz mund është me ardhë pa ecë, edhe udhën tonë prej të shtëpia deri te xhamia, por me fal namazin që është lëvizje teknike. Nuk është ibadet ecja. Me bëdhe këtë lëvizje teknike nga rahmeti madh që ka Allah ndaj besimtarit ta shkruan. Dhe shpeshere na i bëjmë do punë teknike, për shembull të vllaznit që miren me incizimin e dersave dhe montazhin e tyre. Ndoshta kanë mërzitën për kësaj pune të mendoj që kjo punë teknike është. E merr tastaturën, e merr kompjuterin, e merr domethënë kamerën, e shtin materialin, punë teknike është. Mirë, po sikur se e ka shkujt hapat atij që shkon në xhami, për shkak të ibadetit, ashtu edhe punën tonë që ti e bën për ta incizuar një ders dhe për ta përhap, edhe pse është punë teknike ajo. Që çat punë teknike e bën edhe ai që bën filma, edhe ai që bën klipat muzikave. Nisoj është domethënë procesi, nuk dallon. Ama ty të shkon sevap, ati e shkon gjuna. Pse se ti të bën punë teknike për një punë të mirë. Ai është të bën punë teknike për një punë të keqe. Edhe ti e fiton sevapin, ai domethënë e fiton gjunën. Dhe për këtë shkak do të kjo e motivon muslimanin që me marr pjesë punë të mira, sidomos në punë të mira që mbeten, aty bosh sebeb ajo me mbet dhe më u përhap. Edhe çdo zhvillim dhe përhapje e saj ti merrhisë në sevapin në mënyrë automatike. Dhe për këtë shkak përpara, kur s'ka pas çip shkronja, do të ka pas qatiba, do njerëz që kanë shkruajt. Ai që ka bëu ka fol hoxha i ka shkruajt. Me po çaj që ka shkruajt ai ka met pastaj si libër mas. Mos më pas shkruajt ndoshta ishte haru. Edhe ai nuk është alimi këtë rast. Është do thot ai sekretari që ka shkruajt. Por çajo që ka shkruajt ai o bo sebeb që me met libri edhe me fitu na pastaj edhe 1000 vjet apo 1000 kusur vjet mas. A mos me pas shkruajt ndoshta ishte haru. Do të puna e këtij që ka shkruajt që nuk është alimi këtë rast, del shumë e rëndësishme, sikur se ajo që ka thonë ai. Edhe po mos ishte ky do të humbej edhe tretë editori. Dhe për këtë shkak na ndodh shpesh në jetë që mu angazhu me do punë teknike dhe me mendu se kjo është punë kot. Mërzitesh edhe lodhesh edhe do të priton me bo ose me vazhdu. Mirë po, sikur që ka shkruajt sevapet e hapave të këtij, që ashtu të shkruajt sevapin e klikimit në testaturën tonë, klikimin në mausin tanë, do punën teknike që ti e bën për me përhap një khejr edhe një të mirë. Për këtë shkak do thot muslimani duhet më shpesh me i rishiku gjanat. Se ka njerë të e pa njësoj mërzitit edhe mo nuk e këshirë. Jo, edhe njerë shikoje që kjo punë teknike a ka khejr, pas ka khejr. Atër të këtë e vullnet edhe elan me vazhdu edhe në më thonë me dhonë kontribut edhe ma shumë në këtë rritin. Gjithashtu, premësime dhe porosive që dalin është se njeriu shpërblehet për veprat e veta sipas niyetit të vet. Andaj, këtë rast edhe tjetri që është koshi i këtij ashabit vjen për në qendër të qytetit me niyet me dalë në pazar. Edhe ky vjen me niyet me dalë në xhami. Për shembull, ta zom na lagja më e largët e Shkupit, lagja e Butelit ose të poshtë lagja e Hasanbegut. E tash njeri më ardhë për atje deri në Qarshi me fal namazit. Apo me ardhë deri Qarshi me o Pazarllëk. Dytë vinë për largë, për 4-5 kilometrave dhe më thonë. Vinë, apo ma shumë. Vinë dytë në qendër Qarshi. Njëni vend me fal namazit, tjetri vend me o Pazarllëk. A kanë njësej, sevapin nuk e kanë njësej. Kjo që vjen në xhami e ka sevapin gjahab që e bënë, për ibadetin e tij që është ardhur me bë. Ky tjetri njëjtën rrugë e bën, do të bashkë e bëjnë rrugën, ama kishte fiton se pse se ki s'ka ardhur me niyet me fal namazin xhami, ka ardhur me niyet me pazarllëk. Dhe pra çdo vepër i shpërblet besimtar sipas niyetit dhe kjo është domethënë një sens që kemi shëruar te hadithi ku kemi fol për niyetin dhe është domethënë më së i qartë për shumicën e besimtarëve. Gjithashtu premtime dhe porosive që del nga është se
prej mënyrave të thirrjes në Islam është tregimi i tregimeve. Ande Ubej ibn Kabi e tregoi këtë rast si tregim që ka ndodhur mes një ashabit, edhe pastaj i është tregu kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai ka dhënë sharimin dhe udhëzimin e tij. Edhe na si musliman ka nevojë mi përdor tregimet islame, tregimet e pejgamberëve, tregimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tregimet e sahabeve, tregimet e ulemave, dhe të verifikuara dhe të sakta ti përdorim si lëndë për të thirrë njerëzit në fenë islame. Dhe kanë efekt ato. Duke mos u bë, do thot, e vazhdueshme dhe e përhershme, ama her pas here është mirë me përdor tregimet për të thirrë njerëzit në fe. Dhe është vërejt nga praktika se tregimet kanë efekt pozitiv tek vëmendja e njeriu. Dhe për shembull sa i mërzitet tu i fol atij me rregulla, kur fillosh me i fol me tregim, do të ja leton atij ta kupton meselën më lehtë. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është kujdesi i madh i sahabëve për fitu sevapet. Kujdesi i madh i tyre me fitu sevapet. Për dallim prej neve. Kujdesi i madh joni me fitu sevapet me rahatllëk. Ka musliman alhamdulillah dhe sot po mundohen sa më rahat me fitu sevapin. Ata se kanë menduar është rahat, është vështirë. Me rëndësi është me fitu sevapin dhe kjo padyshim është dallim i qartë në mesin ton mes nesh edhe sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu delshesh vlera e madhe e Allahut dhul xhelal mbi besimtarin. Që dhunti të mëdha, rahmet i madh, çdo sen ta shkruan. Sevap për çdo sen të paguën, edhe pse është punë teknike, edhe pse është punë fizike, edhe pse s'ka të bën drejt për me ibadet, ta shkon Allahu nëse ti e ke shfryzuar ata si sebeb të ibadetit. Dhe për këtë shkak muslimanët e mëparshëm çka thoshin, ahtasibu inda Allahi naumati wa qaumati. Shpresoj që Allah më paguajt edhe për gjumin, sikur se më paguon për punët e mira. Pse? Ka thënë se pa flet si mund është me vazhdu ibadetin, pa pushu, si ka mundësi me vazhdu ibadetin. Andaj muslimanët e parë, edhe gjumin si gjumë, që është punë fizike dhe thjesht është pushim këtë rast, e kanë shpresu se Allah ka me i paguajt për to. Pse? Se ai gjumë është pushim për të vazhdu rrugën e ibadetit. Për të vazhdu me energji të rejtë, normalisht njeri lodhët, e tash nëse do me vazhdu ibadetin, i lodhës mundet. E bjen gjumë. Edhe atë gjumë që është sebeb për me vazhdu një ibadet, e ka llogarit si vepër për të cilën mundet me fitu sevape te Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu që në këto mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam, duhet të kemi parasysh vazhdimisht për ta inkuraju veten dhe për ta nxit në vepra të mira dhe për të shikuar mënyrën e fitimit të sa më shumë sevapeve prej një vepre të mirë. Për shembull, njeriu në biznes apo në tregti mundohet prej një pune me fitu disa herë. Dhe kjo zgjidh aftësi dhe shkaftësi dhe zotësi. Ashtu edhe në raportet tona me Allahun, do të mundohemi që për një vepër të fitojmë sa më shumë sevape të mundshme. E kjo ndodh nëse na ndalemi e mendojmë dhe logjikojmë mirë atë vepër të mirë që e bëjmë për të shikuar se cila për vepra është më e mira dhe cila për veprave sjell më shumë sevape te Allahu subhanahu wa taala. Lutim Allahu xhelal në ditë të bishme dhe vepra të mira, na jep do të hajër dhe bereqet dunja dhe ahiret, dhe ashtu sikur se kalojmë çaste dhe momente me hadithet e pejgamberit në dunja, na mundson që të kalojmë çaste dhe momente me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet inshallah taala.